për para Zotit. Dhe një njeri kur vjen tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot ma shpjego pak islamin se s'po e di, ose ma shpjego me një mënyrë që të mos kem nevojë të pyes njëri tjetër. Edhe ja përmend këto shtyllat e islamit. Ai kur bën pesta, do t'i zbatoj të gjitha. Vallahi tha ky është për njerëz të xhenetit. Pra ti do të hyjë në xhenet. Vallahi vëllezër, Allahu xhelalu xhelaluhu na tregon nëpërmjet gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se agjërimi edhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë përpara Zotit xhelalu xhelaluhu. Domethënë, ai që ka mësuar diçka nga Kur'ani, qoftë edhe i Fatiha, qoftë edhe i Ikhlas-i Sherif, Kul huwallahu, apo një kapitull tjetër Kur'anit, do të ndërmjetësojë përpara Zotit xhelalu xhelaluhu. Edhe agjërimi, edhe Kur'ani. Agjërimi do të dalë përpara Allahut në momentet më të vështira. O Zot, unë jam nga trupi dhe shpirti i filanit. E kam privu nga gjanat e lejore gjatë ditës, edhe ky është për maj. E ka respektu. Të lutem fali. Ndërmjetëson tek Allahu xhelalu xhelaluhu. Po dhe i Fatiha që e ke mësu, edhe e ndërmjetëson tek Allahu xhelalu xhelaluhu. Pra, mos thuaj të mos di, jam i vjetër, nuk je i vjetër. Gjona tjera mund t'i mësoj njeriu kot, pas i lidhje që nuk duhen, ka 6 orë, 10 orë filma, pa lidhje, që vetëm siklet kanë përdhonë banes varet. So e i Fatiha. Pse? Sa që është numri ajetëve të Fatihas për shembull, ai do të jetë grada jote në xhenet. Në vërtetë agjërimi është për njerëz që kanë bunim. Kanë bunim. Dita ta komandojnë vetën e vetë, shpirtin e vetë, trupin e vetë. Dita majnë edhe fotën në agjërim. Po ti komandojnë gojët e tyre, sytë e tyre, gjithë dyptyrët e tyre, veshët e tyre, ti komandoj që mos hyjnë haram. Shpërblimi është i jashtëzakonshëm. Mos fillojmë ke namazi i natës, namazi i taravihut. Allahu pranon gjithë atyre që e falin inshallah, dhe ja mësoft edhe atyre që ta falin. Mos hyjmë ke këto shpërblime, sepse nuk llogaritën për mendjet e njerëzve. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadithi qudsi, edhe thot Allahu xhelalu xhelaluhu, të gjitha veprat që i kryen njeriu thot i kryen për veten e tij. Ndërsa agjërimi thot është i imi dhe unë shpërblej edhe. Elhamdulillah. Domethënë agjërimin tot e privatizoi Allahu xhelalu xhelaluhu. Po jo se e privatizoi, po do që ta shpërblej veti më dhe sot, edhe veprat e tjera, ai shpërblen. E veçan puna e agjërimit. Edhe do që ta shpërblej vetë Allahu xhelalu xhelaluhu, edhe e shpërblej thot si diu. Si imagjinohen. Edhe duke e pas këtë kujdes veçantë i më dhe Zot xhelalu xhelaluhu, edhe i derë në xhenet ka emrin e atyre që agjërojnë. Dera dhe janë që ajo rehapën. Edhe këta që thonë që s'jam dhe gjëru mash. E ka thonë hoxha. Po e Kurani, me Kurani është njerëzit e kanë shkrujtë atë që njerëzit. Ja për Zotin nuk është kështu. Ja, po ju betohë në Allahu nuk është kështu. Po është ajo që do të dalë për para Zotin xhelalu xhelaluhu, sa problemi. Ta kishim agjeruar. Edhe ne. Po shka pra se ju bone e qole stomak. Ju bone e qole aty në nefsëve. Edhe shumica nuk agjerojnë se kanë hadhen nga që bëjnë disa punë qia. Pa hene me këtë punë me keve dhe të fillojsh të falesh, të agjerojsh. Nuk kam nësa gjona tjera të një honësh, në ata të dilonësh më të një. Si dilonëj ata unë me këtë mosh, jemë në mosh të e kuptonë. E ne fillon bashkëpuna me shejtanin. Po leje ato që anis.
leje do. Unë i kam thonë, ne konkurrojmë gjithë botën. Edhe ato të mëdhejt që duken të mëdhejt në pushtet që i ka rrejtë Zotit që në zhrahu, si që rrejtë i faraonin. Dhe sa tha unë, s'ka madhë që Zotë, unë jam Zotë. Kështu tha. Edhe unë që dishtë në njërë të qenë gjëshën. Si ka mëzi Zotë që ha pi flenë gjumë, ka pi slejtë e barë. Pse Zotë pi?